Angela. Ec mama. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në një tjetër vlog këtu në kanalin tim. Sot është 60 gradë, është për të dalë në mëngë të shkurtra. Kemi dalë për të ecur bashkë me fëmijët, sepse është shumë ngrohtë. Edhe fëmijët janë pushim, edhe përshijojmë të ditë në maksimum, sepse kemi pasur goxha ditë shumë të ftohta, siç edhe keni parë nga videot e kaluara. Po sot është perfekt, kështu që këto 3-4 ditë që do të zgjasi, do ta shijojmë me të vërtetë, sepse është shumë bukur. E ndjen tamam, domethënë që pranvera po vjen, sepse i ndjen edhe thojë që cicërojnë, edhe është super, fëmijët po kënaqen shumë. Këtu unë kam zënë bukën, edhe do edhe pak që të vi, i kam vënë një plasmas sipër. Kemi shumë që kemi ardhur në fakt, por nuk kam filmuar se me gjithë të ditë të bukur që është, kemi bërë shumë aktivitete, kështu që po këtu kam bërë bukën, do edhe edhe pak në mënyrë që të vi siç duhet. I kam lënë këtu në temperaturë ambienti, në diell, që të vi sa më shpejt. Bëra mish me makarona, dolën super të mira, me pak parmesan cheese, janë nuk e di domethënë, shije shumë e mirë. Edhe këtu tani kam marinuar këto patatet e ëmbla. Në momentin që do ve bukën në furr, do ve edhe këto për të pjekur, edhe më duhet të bëj edhe pak pul. Tani më duhet të rregulloj pak garderobën time, pjesën e Aleksit e rregullova dje. Kursetimin e kanë lënë kështu jo sot jo nesër, edhe sot që është e hënë mbasdite, ora diku 4, duhet të rregullojmë patjetër, sepse pastaj nesër jam në punë, domethënë gjithë javën, edhe do të bëjmë, do gatuajmë, kemi gjëra domethënë për të bërë me fëmijët, plus që Alesio ka detyra, edhe më duhet ta ndihmoj, kështu që nuk do kem kohë ta bëj, dhe më duhet ta bëjmë patjetër tani. Mos e pini rrë mujë mbrapa, dhe ta fshenj pak, sepse është me të vërtetë shumë keq, po që nuk kam pasur kohë, kështu që po do e bëjmë tani, edhe ta rregullojmë, ta bëjmë kup. Ja ku është edhe klozeti i rregulluar. Tani do thoni ju është klozeti i ëndrave. Është i madh, ka goxha hapësirë domethënë. Këto dyja këtu i ka Aleksi, këtë pjesën këtu e kam unë, pastaj këtu sipër kam vendosur çantat e mia. Edhe jo keq. Kështu duket pak a shumë. Është kaq kohë e bukur sot, nuk e keni idenë. E di domethënë që sa herë që është ftohtë them ose po që është, kur është ngrohtë them ose ngrohtë që është, sa mirë, sa bukur. Po që sinqerisht domethënë ky moti këto ditë na ka kënaqur, është shumë ngrohtë, është perfekt. Edhe i thasha Aleksit të më sillte një kafe, më ka marrë nga Dunkin me karamel, edhe e kanë qarë, është super e mirë. Tani unë jam në pushimin e drekës, kam marrë makarona me mish të grirë, edhe ato i bëra shumë të mirë, i bëra dje për në darkë në fakt. Edhe ato që ngellën thash pse jo ti marr unë, kam marrë pak parmesan cheese këtu, edhe me atë bëhen shumë të mirë. Ca fruta, ca gjëra kështu, domethënë edhe kalon dreka. Kështu që po, këtë që jam duke bërë tani, shqyr Zotit që na ngroj edhe kohë, edhe të kalojmë sa më bukur, dhe të fillojmë të bëjmë edhe plazhin. Avash një çik thuaj për plazh, se akoma nuk është koha për atë gjë, po që gjithsesi kënaqem me këto që kemi. Edhe kështu. Tani unë do iki që të ha drekën, sepse nuk kam shumë kohë, s'kam shumë. Kam gjysmore kohë për të ngrënë drekën, po që duaj që të editoj videon që kam për të hedhur nesër, sepse s'kam shumë kohë, ka shumë pak kohë domethënë në fakt. Do të editoj atë, është diku te 30 minuta video, po që thjesht e kam edituar shumë pak, edhe duhet që të bëj shumë punë sot, dhe do mundohem që ta bëj tani gjatë pushimit të drekës, në mënyrë që juve nesër ta keni gati. Edhe kështu, do të flasim pak më vonë kur të shkojnë në shtëpi. Ja dhe një haul me gjëra nga Shqipëria, mi ka dërguar mamka ime, ka dërguar mish, të thatë, pastërma. Do bëj ta pasule me këto tani, sa shumë kishte marrë malli, nuk e keni idenë njerëz. Më kishte dërguar mjalt në këto kutitë e famshme të çajit të limonit. Ky mjalti është super i mirë sepse është 100% organik, nuk ka sheqer, nuk ka asnjë që nuk e di se ku e merr mami, po është shumë i mirë. Pastaj më kishte dërguar edhe çaj, e kam mbështjell babi 100 herë me këtë ngjitsin prej letre, kështu
Edhe ka dërguar edhe çokoladata Milka për fëmijët, nuk ja u kam treguar akoma. Po që po, mamka ime. Sot është dita e verës njerëz, edhe I morë një recetë mamit për të bërë ato kulaçkat e famshme që bënim ne, jo ballokume, se ballokume s'kam bërë ndonjëherë se kam idenë se si bëhen. Po këtu I kam të gjithë ingredientet, nuk është se do ja u tregoj domethënë se si do I bëj, po që më duhet miell, 2 vezë, 1 filxhan kafeje me vaj, pak sot buke, pak kos, pak krip, edhe sheqer, se kam djerë akoma këtu, po do I bëj, është hera e parë që I bëj, se gjithmonë I bënte mami për ditën e verës, nuk e di se do më dalin, shpresoj që të më dalin të mira, po të shikojmë, pak më vonë do bëjmë edhe vezët, na erdhi siç ju thash edhe mishi I thatë, edhe vura fasole këtu direkt, domethënë se aq shumë kishte marmalli, nuk e keni idenë. Edhe nesër pastaj do mundohem që të bëj ca qeska të vogla kështu edhe t'ja u jap fëmijëve që t'ja u japin kushurimeve të tyre, gjyshit edhe këto gjëra kështu. Ja ku I bëm edhe kulaçkat, tamam ashtu siç I bënte mami, por I bëra pak ndryshe sepse I hodha chocolate chip brenda. Edhe only one. Yeah. Tani do I fut në furrë. Mami tha sa të piqen sipër edhe poshtë pak dhe të skuqen domethënë. Ja. Kulaçka. Ja ku I bëm edhe kulaçkat, shpresoj që na kenë dalë të mira, po që duken të mira, nuk e di. Besoj që këto do më shpiren shumë mbrapa në fëmijërinë time. Po I the edhe një story një ditë në Instagram për ditën e verës, edhe shpresoj shumë. Ta le ta shkojmë më? Wow, sa e mirë. Edhe këtu gjithashtu vura dhe vezët, nuk e di, unë kam këtë metodë, domethënë që vezët, kështu I bënte mami gjithmonë domethënë me fletët e qepës, I vinte nga papën, I linte të ziejnë dhe marrin një ngjyrë kështu portokalli shumë të bukur, kurse këto I lash që të ziejnë të bardha, se dua që të kryejnë fëmijët vetëm me bojë, edhe Mirëmëngjes. Siç e shikoni, unë jam në një gjendje katastrofike, si nga zëri ashtu edhe nga pamja. Dje në darkë nuk kam fitur fare, nuk e di, po kam kapur në një grip apo thjesht në një të ftohtë nga fëmijët aty në shkollë, sepse kam qenë keq me unë të bllokuara, me dhimbje koke, domethënë sapo na la ai gripi I famshëm, nuk e di çfarë ishte, virus grip, që na mbajti për një muaj të mirë, e tash më zuri prap. Gjithsesi, unë isha në supermarket, mora ushqimet e javës, kërkova pak kur I futa në makinë, e tani do ikim në shtëpi, sepse kemi plot gjëra për të bërë. Sot është dita e verës, edhe do doja shumë që t'ju uroja të gjithëve gëzuar ditën e verës, patni një verë të mbar, kalofshi sa më bukur, përfshi sa më shumë qejf, edhe shpresoj që vërtet kemi një verë të mbar, edhe të jetë ngrohtë, sepse me këtë dimër që kemi kaluar si vjet, e meritojmë. Gjithsesi, tani do t'iki, edhe do të shihemi pak më vonë. Një kafe tani shpejt, ndërkohë që jam duke parë edhe Big Brotherin, edhe që thoni ju, kam gjithë ditën që jam duke u marrë me punë shtëpie. Nuk e di, ma thoni ju, a jemi gjitha në femrat kështu? Unë kur jam në shtëpi, nuk le gjë pa lëvizur, çdo lloj gjë, domethënë që është e mundur, do ta pastroj, më shumë lodhem kur jam në shtëpi, që duhet të shlodhem edhe të relaksojmë se sa kur jam në punë. Nuk e di. Gjithsesi, tani këtu kam bën pak ujë që të zjej, sepse dua kafe shumë të nxehtë. Ajo në Keurig e bën të nxehtë, domethënë, por nuk është se ka ndonjë nxehtësi, kush e di, sepse kafet në Nespresso nuk kam marrë, ka gati një javë që nuk kam marrë, kam marruar që ju kam marruar, po nuk thjesht nuk kam shkuar në Target që të marrë, në Kikuaj ose në Walmart nuk kam gjetur. Kështu që do e bëj me Nescafen.
Edhe do të jetë pak ujë, jo, do jetë qumësht, në mënyrë që ta frazoj pak. Ups. Dhe kështu, do pim kafen dhe pastaj do të jetë një tjetër, pasi nuk e di si si trasit të një, të zotë ma. Tani që ngrohet koha nuk mbahen fare. Megjithëse sot ka qenë goxha ftohtë në fakt, edhe pse ka diell. Po që dielli bashkë në shtëpi dhe ja përbet pak në bollë, se si duket kjo pjesa e kuzhinës këtu. Leva këto 3 panet super të bukura tek Trader Joe's sot, edhe ishin të lira në fakt, u çudita se zakonisht kur janë të hapura ishin më lirë, po këto ishin goxha të bukura, edhe ishin vetëm për $6. Le të bëjmë kafe edhe të lëmë lafe. Nëse bukur kjo tavolina këtu, po mendojmë që ta marrim për në sallon, po pjesa që nuk më pëlqen është që ka këtë xhamin këtu sipër dhe unë kështu kam edhe tavolinën e trapezarisë dhe mbushet gjithë plu nga poshtë. Po kështu është shumë e bukur. Si mendon? Mirëmëngjes nga diela njerëz, ne ishim në Walmart, u ngritëm shumë shpejt në mëngjes, sot me gjithë energji të mirë, pavarësisht se kemi qenë të smur, po që gjithsesi u ngritëm, hëngrëm mëngjesin. Në fakt donim që të shkonim tek Dunkin që të merrnim mëngjes aty, po fëmijët nuk deshën se vajtëm dje në darkë, domethënë. Edhe pastaj thjesht shkuam për të marrë nga një kafe, mora një ice caramel latte. E mora vetëm me një pump, sepse kur e merr me 2 del shumë e ëmbël. Gjithsesi, vajtëm aty, morëm nga një kafe, pastaj shkuam edhe në Walmart. Tani kemi ndaluar në një gas station këtu. Shkuam në Walmart sepse na duheshin ca gjëra, jo piceta, jo letra kuzhine, gjëra të vogla. Tani do të ikim në shtëpi sepse sot kemi për të bërë taksat. Edhe kemi takimin orën 2, kështu që duhet të ikim, të mbarojmë punën edhe me ato dhe pastaj nuk e di, thjesht do relaksohemi në shtëpi, të gatuajmë gjëra dhe të përgatitemi për javën, sepse nesër shehën fillon puna edhe fëmijët do fillojnë shkollë, kështu që po jemi pozitiv, njerëz jemi pozitiv sepse koha po na ngrohet pak nga pak, po vjen pranvera, pastaj do të vi vera, të ikim në plazh, të bëjmë pushime, do të kënaqemi. Shpresoj që edhe juve të kaloni një verë dhe një pranverë shumë të mbar, edhe të bëni sa më shumë pushime, sa më shumë qef, sepse fundja fundit një jetë ka njeriu. Gjithsesi tani po e mbyll sepse Aleksi ka ndaluar këtu nga station të mbush makinën dhe do të në shtëpi. Sa është sot? Në supermarket Home që ta gjëra pak që morën domethënë.
Mora këto picetat të lagura I mora për makinë më shumë, sepse janë edhe mund të hedhësh edhe në banjën tënd dhe nuk e zen banjën. Mora këto më të masë të madhe, piceta për punët, ky antivirsa. Kjo është shumë e mirë edhe për rrobat zeza dhe për rrobat bardha, edhe mban shumë gjatë. Ka aluminium, diçka që është e rrezikshme për pjesën për pikon, por që nuk e të përdor. Mora këtë krest për dhëmbët. Dhe gjithashtu shikoni se sa të cute I gjitha këto thojnë për tani këtë periudhën e pranverës, janë super të bukura. Gjithashtu morëm edhe këtë për të bërë bakus për fëmijët dhe pak a shumë këto ishin gjërat që mora. Mëngjes, ditë e shtunë, dje që thoni ju ishte dita e parë e pranverës, data 20 mars. Në datën 20 mars unë dhe Aleksi jemi fejuar, kemi 10 vjetorin e jo të martesës, po të fejesës, domethënë se të martesës e kemi në nëntor. Po që nuk mund të besoj dot domethënë që kanë kaluar 10 vite që nga dita kur ne jemi fejuar, më duket sikur ka ndodhur dje. Edhe atë po I thoja edhe Aleksit që si ka mundësi domethënë që kanë kaluar kaq shumë vite dhe duket sikur ka ndodhur thjesht dje. Gjithsesi, doja që t'ju uroj një pranverë sa më të mbar, të kaloni sa më bukur, të jeni sa më të lumtur, edhe nuk e di si domethënë, por si ka mundësi më vëlla që thjesht pak diell del edhe na ndryshon komplet gjendjen emocionale. Nuk e di. Gjithsesi, do të tregoja pak këto ponit e bukura që mora në Trader Joe's. Janë shumë pak domethënë, por besoj që hapen sepse kanë edhe kështu siç mund të shikoni baby lulka këtu. Edhe kam parë që bëhen shumë bukura. Thash ti marr ti provoj. Nuk e di se sa ishin, se kishin atë çmimin aty, po besoj të kenë qenë shumë, se janë shumë pak, siç edhe mund ta shikoni. Dhe shikoni se çfarë gjeta. Këto I kisha parë shumë herë në internet, por asnjëherë nuk I kisha gjetur këtu në Trader Joe's. Edhe gjeta këtë tote bag që është super cute. Kishte nga ngjyra nga më të ndryshme, blu, Leila, domethënë ajo baby blue, jo blue erë, baby blue, Leila, pink, jeshile, shumë ngjyra të bukura domethënë. Unë sigurisht si vaj që jam mora këtë me pink. Edhe ndërkohë që këtu në Trader Joe's shiten për vetëm $2.33, diku ande nga Tokyo, këto janë bërë virale, edhe një nga këto dëgjova, tash nuk e di se është e vërtet, po është shitur për $10,000. E besoni dot? Nuk e di, domethënë thjesht nuk e besoj dot, por që po kjo është super cute, edhe mund ta marrësh edhe për të dalë, edhe është shumë lezetshme. Ka dhe këto si punxhe pas të vockla këtu. Kështu që po njerëz, gjeta çantën virale që në Tokyo shitet për $10,000. Okej, tani do t'ikim në shtëpi, edhe nuk besoj që do t'ju bëj në një supermarket haul, sepse thjesht më duke sikur e bëj gjithmonë dhe është e mërzitshme. Tani do pi kafen time edhe do ikim në shtëpi. Nuk e di po ja u tregova dhe thonjë, shikoj sa të bukur që I kam bërë. Ja u tregova pak herë në parë kur I mora, por që duken super cute. Janë shumë pranveror, shumë të lezetshëm edhe kështu. Ikim tani. Tregoj disa nga gjërat e veçanta që mora sot në Trader Joe's, sepse mora edhe shumë gjëra të tjera, po janë ato që marr gjithmonë dhe që ja u tregoj. Këto janë ato që nuk I marr gjithmonë, kështu që doja t'ja tregoja. Mora këto organic raisins, domethënë rrushka të thata,
Edhe janë shumë të mira si për të bërë t'i hedhur në kos, për shembull që ta bash me granola ose thjesht për t'i ngrënë thjesht si një snack gjatë ditës, por që kanë edhe shumë nuk e di çfarë lloj vitamine kanë tamam, por që janë shumë të mira. Edhe kanë 0% added sugar. Këto janë një, mora këtë almond milk që t'ju bëj fëmijëve smoothie. Mora këto piperkat tushi që mua më kujtonin shumë Shqipërinë kur bënin fasole me pastërma në dimër, edhe mami gjithmonë na i shoqëronte me piperka. Pastaj mora këto domatet që një shoqë aty te puna më tha që janë shumë të mira, edhe shijojnë tamam si ato domatet organike që dalin nga që i fut domethënë direkt nga paça, kështu që thash ti marr dhe ti provoj. Mora këtë mishin e derit, e kam marrë dhe njërë tjetër, i bëra në furrë, i marinova dhe do në super të mira, super i butë, kështu që thash pse jo ta marrim një herë edhe ta bëj me Aleksin në dark, me ndonjë çik mashed potatoes e gjëra kështu. Mora këto 2 mangot, janë të dyja të buta domethënë. Mora këtë almond butter. Edhe këtë mund ta përdorësh për smoothie, por edhe thjesht për të hyrë bukën ose mund ta përdorësh për shumë lloj gjërash. Unë gjithmonë marr ngjalp kikiriku, këtë se kisha marrë ndonjëherë, nuk e kam provuar se si është, po besoj që do ketë pak a shumë të njëjtën konsistencë dhe pak a shumë të njëjtën shije. Mora këtë ujin që është me electrolytes edhe është shumë, si ta them, shumë i butë, shumë smooth kur e pi. Mora këtë vajin e ullirit, ky është super i mirë. Dhe gjithashtu këto bukët, si janë si punet ciabatta, po janë pak më të gjata dhe mund t'i përdorësh për të bërë sanduiçe, janë super të mira. Dhe pastaj e thash edhe këto ponit, si kam vënë akoma në ujë, po do i ve tani. Jemi përsëri në makinë sepse dua që të shkoj tek Family Dollar që të marr sa gjëra për të organizuar, sepse besoj që do kenë nxjerr tani edhe këto gjërat e pranverës. Sot është shumë kohë e bukur, si shikoni gjithë diell, edhe temperaturat nuk janë shumë të ulta. Kështu që do të shkojmë aty, të marrim ato gjëra që na duan, edhe mbasi gjejmë një gjë të bukur. Ndërkohë që nga ajo temperatura që kisha domethënë kur isha e smur, më hap një shikës këtu edhe mezi po mbyllet. Gjithsesi mos e vini atë sepse është shpifur, po. Kështu. Gjëra cute që mora në Family Dollar për të organizuar, përsëri mora nga këto që ju tregova dhe erën e fundit, një sekondë Alessia, që mora dhe erën e fundit për të organizuar snacks dhe gjëra kështu. Këto i mora për fëmijët në mënyrë që t'i bëj smoothie, por mund të pish edhe kafe të ftohtë, ice coffee, mora 2 nga këto, që mund t'i përdor edhe për 2 fëmijët, por edhe për mua dhe për Aleksin për kafe, si të thash. Janë super cute. Mora këtë puding. Mora këto të dyja që janë këtu për të vendosur gotën mbi tavolinën, në mënyrë që të mos e bësh pis tavolinën. Mora këto trident mastika. Mora 2 nga këto letra të largura në mënyrë që të kem në makinë, sepse kalojmë shumë kohë në makinë edhe na duhen si me fëmijët si dhe për vete. Mora këto 2 organizer që t'i vendos tek garderoba ime. Kjo është për i qeramike, kishte edhe katrore dhe këto rëmbullake, por kjo më pëlqej më shumë. E mora për të vendosur bijut aty tek dhoma ime. Mori Alessia këto ngjyrat. Morëm këtë për të vendosur tek dera tani për Pashkët, edhe këtë cutting board që është e vogël, sepse kisha një, po më prish, kështu që më duaj një tjetër e vogël më praktike, sesa ato të mëdhat. Si i bushave për sot, bëra pancakes me banane, me vezë, pak miell me protein, edhe mango dhe blueberries. Hello, Grandma. Hello, Grandma. Mirëmëngjes nga një tjetër ditë. Sot është ditë e diel, edhe do të dalim. Kemi bërë plane, kështu që buza ime akoma si ato të... Edhe sot një ditë me shi. Më ka mërzitur seriozisht.
We made it earlier than ever.